Ju përshëndesim të gjithëve zonja dhe zotrin, njoftojmë të na ndiqni. Është një emision që vlen mjaft, besoj shumë i dobishëm për të sensibilizuar jo vetëm strukturat e institucioneve përkatëse që duhet jenë në teren për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, shmangjen, minimizimin e aksidenteve, po natyrisht edhe si një shenjë sensibilizimi për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe jo vetëm. I referohemi rastit të rënd të ndodhur, ngjarjes së rënd të ndodhur në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë, një tjetër në gjendje kritike për jetën. Është mbajtur sot seansa në gjykat, është caktuar masa arrest me burg për drejtuesin e automjetit 57 vjeçarin Nikol Radaçi. Ju tashmë jeni njohur me gjithë kronologjinë e rastit në fjalë, por e theksoj emisioni Minutat në vijim nuk shërben thjesht dhe vetëm për t'i bërë analizën skanerit këtij rasti, por edhe për të sensibilizuar gjithë qytetarët dhe gjithë institucionet përgjegjëse në atë që duhet jetë përditshmëria jonë. Më lejoni të prezantoj të ftuarin në lidhje direkte Fatjon Softa, ekspert i sigurisë, ish drejtues i lartë i policisë nën Kolonel. Softa, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit. Softa, impresioni i parë nga ana njerëzore tani, pastaj shkojmë bëjmë analizën si profesionist, teksa morët lajmin e hidhur, teksa u informuat për këtë rast. Shpreh ngushëllimet për familjen, edhe pse fjalët ndoshta nuk kanë më peshë për shkak të dhimbjes madhe që ato përjetojmë. Po të njëjtën dhimbje ndjejmë të gjithë në bashkë, sepse është pjesa humane, ku gjithë secili ka fëmijë, ka nipër, ka mbesa, ka të afërm, dhe është e dhimbshme të mendosh jo vetëm humbje jetën, po mënyra se si ata humbën jetën. Ishte shumë tragjike. Nuk do doja kurrë se si ta shikoja atë video, por ajo video e shfaqur tashmë është bërë pjesë jo vetëm e shikueshmërisë personave, po dhe analizës që ne ekspertët, po dhe ju vetë media bëni që ngjarje të tilla të mos ndodhin dhe çfarë mund të bëjmë dhe çfarë duhet të bëjmë për të parandaluar ngjarje të tilla. Sepse siguria e fëmijëve që ka qenë si në rastin në rrugë, ashtu në shkollë dhe kudo, është kthyer në një çështje sensitive të çdo qytetari, por në veçantë të prindërve që kanë fëmijë të vegjël të asaj moshe. Softa, 3 fëmijë të moshës rreth 10 vjeç që luajnë në trotuar, pastaj një drejtues i automjetit me shpejtësi të lartë rezulton në gjendje të dehur, braktis makinën, largohet, pastaj i penduar natyrisht më vonë. Pastaj banorët thonë shoferi ishte gjithmonë problematik, kishin paralajmëruar shpesh shoferin, policia nuk na përgjigjej kur kemi denoncuar, ndërkohë del në pa edhe fakti se policia e Durrësit ka rezultuar se e ka falur në shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, gjë që ka çuar edhe në pezullimin e përkohshëm të zinxhirit përgjegjës të drejtuesve të policisë në Durrës. A është ky një rast i izoluar në mendimin tuaj, apo bisha të tilla, siç edhe i pëlqente të vetquhej zotërisë në fjalë, ndodhen kudo në vendin tonë të shpenguar? Si ngjarje është një ngjarje e rrallë që ndodh, edhe pse në trotuare kemi pasur humbje jete, por raste të tilla janë tipike, ka shumë raste të tilla dhe fatkeqësisht nëse nuk ka pasur viktima ose aksidente, është thjesht fati dhe rastësia, sepse frika, rreziku dhe mënyrës si disa persona, sidomos në rrugët urbane, në zonat e lagjeve, në rrugët e ngushta, janë dhe nxitojnë me shpejtësi të tilla, maramundse të frikshme, në efektin e euforisë, në efektin e lëndës narkotike, në efektin e alkoolit, apo siguria që mund t'i japin, ku diun, mjetet e bukura luksoze, apo nganjëherë kur nxitojnë për motive pune, kur më shumë janë dhe ato motorët e frikshëm që lëvizin. Dhe nëse do të kemi ngjarje tjetër, prapë do të kemi të njëjtën analizë, prapë do të kemi të njëjtën dhimbje dhe prapë do të kemi të njëjtën qasje. Problemi është çfarë do të bëjmë për t'i ndaluar këto.
Ai ka qenë një person tipik, jo vetëm thjesht për shkeljet të qarkullimit rrugor, por tipik dhe mënyrën se si euforia, mënyra si lëvizte ishte kthyer në një problem për të gjitha ato zonë. Unë pata mundësi të kontaktoj me një punonjës timi në atë zonë që është afër banesës me rastin ku ka ndodhur dhe aksidenti, dhe ai më thotë që ka qenë vërtet një problematik. Gjithmonë konsumonte, lëvizte gjithmonë në atë zonë ku rrugët janë gjëra, trotuaret janë ngushta, ka qenë e frikshme për fëmijët, po edhe për vetë banorët. Dhe me sa duket ai nuk e di, ka qenë dhe i pa punë, jetonte me tarët që merrte nga emigracioni, pasi një familjar ndoshta ai ka jashtë, por sido që të vijë, çfarëdo që të ndodh, ajo çfarë duhet të ishte është strukturat shtetërore, policia e shtetit, policia bashkiake. Pra kur qytetarët kanë komunikuar, nuk është vlerësuar sa dhe si duhet që të ngrihen shërbime të tilla për të verifikuar problematikën, dhe ndoshta patenta që ju hoq përkohësisht dhe ju rikthye mund të ishte hequr për gjithmonë për një person me shkallë rrezikshmërie për komunitetin, po dhe për vetë qytetarët që janë kalimtar në ato zona. Pra, Softa, ju po thoni që nuk ka asnjë pengesë ligjore bazuar edhe në rregullat e qarkullimit rrugor për t'u hequr përgjithmonë patenta në këtë rast. Shikoni, nëse ka sjellje të përsëritura, flasim shkelje të përsëritura, kodi është i përcaktuar, për sa kohë mund të hiqet. Mund të hiqet për 1 muaj, mund të hiqet për 3 muaj, mund të hiqet për 1 vit, pra varet në shkelje të rregullat të qarkullimit rrugor. Por rasti konkret ka qenë efekti i alkoolit i përsëritur dhe lëvizja me shpejtësi te normave të lejuara të asaj zone. Rasti e pam se një automjet që hypi mbi trotuar dhe ndaloi vetëm mbasi spostoi dhe një BMW X5, mendova sa e fort ka qenë goditë dhe sa e lartë ka qenë shpejtësia. Dhe të tillë janë vrasës, nuk mund të jemi më shkelje dhe në kushtet e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, po jemi në kushtet e vrasjes, e cila ndoshta nuk ka qëllimin vrasje, por mënyra si nget, dhe mënyra si lëviz, dhe mënyra se si ka reaguar, tregojnë që ai kthehet në një vrasë, në një bish ju e quajtë të tillë. Ish vetëquajtur në fakt, referuar raportimeve që bënte media. Zoti Softa, nëse flasim tani, ne kemi trajtuar edhe herë të tjera për mungesën e sinjalistikës, për mungesën e trotuareve, për mos reagimin ndaj denoncimeve, për symbyllje të kontrolleve ndaj përdoruesve të alkoolit. Çfarë mund të themi sërish që të shërbejë si sensibilizim për qytetarët, po natyrisht edhe për strukturat e institucioneve që kanë detyrimin të reagojnë? Se mos reagimi tyre na çon këtu pastaj. Çdo qytetar ndjen të njëjtën frikë dhe të njëjtin presion kur lëviz vetëm, mendo pastaj me fëmijët, me njerëz të cilët janë me karrocë antikapat, kanë probleme shëndetësore, dhe në rastet kur dalin si familje në rrugët, kur dalin marrim, po themi, analizojmë Tiranën. Rrugët janë të ngushta, ato pak trotuare janë vendosur automjetët dhe njerëzit janë përballë automjeteve që mbetet tek ajo pjesës e rrugës. Dhe kjo është një fatkeqësi, sepse unë nuk mund ta imagjinoj dot që policia të shkojë të vejë gjobën në rastet kur kemi zonë rruge apo ambiente të cilët janë me risk si për jetën e qytetarëve, ashtu dhe për rastet e pronës. Rasti i djegës e një pallati, ku automjeti i shërbimit zjarfikës nuk hyri, sepse një ndërtim pa leje kishte zonat hapësirë dhe nuk lejonte hyrjen e mjeteve, siç shërbimit zjarfikës, ndoshta edhe të ambulancave. Në raste të tilla nuk duhet ndodhi që të digjet një pallat dhe pastaj të prishin për të hapur rrugën, nuk duhet kemi aksidente për të menduar që nuk i kemi trotuaret, nuk duhet kemi vdekje që të fillojmë të kujtojmë dhe çfarë duhet bëjmë për të zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor, por detyrat e institucioneve shtetërore është parandalimi dhe të parashikimi, që do të thotë që në rastet e emergjencave, në rastet e fatkeqësive natyrore, por dhe në normalitetin e përditshëm të lëvizjes qytetarëve, rrugët, rrugicat, trotuaret duhet të jenë sipas normave. Fatkeqësisht kjo nuk ndodh. Nuk e imagjinoj dot një polici të vijë gjobën dhe të largohet, polici duhet të jetë aty derisa të largohet automjeti. Ky quhet punës policie. Pra, nëse do të shkojmë vetëm tek gjoba dhe tek gjobvënia, mund të pajtojnë disa punonjës civil të vjen nga një bexher dhe të merren ata. Nuk ka nevojë se të konsumojnë forcat e policisë vetëm për të plotësuar bllokun e gjobës.
Pra, policia është për të hapur rrugën, policia është për vendosur rregullin, policia është për vendosur rendin dhe policia është për të parandaluar. Dhe këto janë ato të cilët ne duhet të kritikojmë, ndoshta forcat e policisë në mënyrën dhe qasjen e tyre të paktën deri të tanishme, duke menduar që ndryshimet që do të vinë nga drejtori i ri i përgjithshëm policisë duhet të vinë në mënyrë graduale, por gjithmonë me vizionin e zgjidhjes së problematikave të akumuluara në kontrollin e territorit. Softa, të gjitha janë të rëndësishme, por është shokuese teksa dëgjon banorët atje të thonë që e kemi paralajmëruar shoferin, policia nuk na përgjigjej kur e kemi denoncuar. A mjaftojnë vetëm pezullimet e përkohshme në këtë rast, apo masa duhet jenë më shumë se sa administrative për hierarkinë përgjegjëse të çfarë ka ndodhur? Shpërpezullimi është një masë administrative e përkohshme, e drejtë në fundit, sepse për aq kohë sa duhet verifikoj problemin, e nxjerr tashmë publikisht që ata kanë njoftuar dhe nuk ka pasur reagime, i duhet që të jetë agjencia mbikëqyrjes policore që të fillojë të bëjë hetimin, i duhet të ngrejë një ekip drejtori i përgjithshëm policisë për të vajtur në komisariat në zonën në drejtorinë e qarkut Durrës për të marrë të gjitha llojet e telefonatave të regjistruara për cilat kanë pretendime qytetarët që kanë njoftuar. Se denoncimet nuk besoj qytetarët i kanë bërë me shkrim, po denoncimet ata i quajnë kur kanë marrë në telefon dhe kanë njoftuar sallën operative. Se nëse është me shkrim, pastaj është akoma dhe me rënd, po dhe kjo është e barabartë me shkrimin sepse çdo telefonatë regjistrohet dhe si e tillë është e vlefshme. Si edhe denoncimi është i barabartë me denoncimin në moment që qytetari njofton sallën operative. Aq më tepër kur e ka me një objekt caktuar dhe për një rast caktuar ku rreziku për jetën, po dhe evidentimi i problemeve në zonë të cilët krijojnë premisa për qytetarët, për jetën e tyre, për pronën e tjerë, patjetër që duhet kishte një evidentim. Dhe mos reagimi pastaj mund të kemi shkarkim, mund të kemi procedim penal, mund të kemi masat të tjera të cilat i ka përcaktuar rregullorja për policinë e shtetit, po dhe kodi penal. Po, se shpeshherë Softa dëgjojmë ashpërsim ligjesh për qytetarët e papërgjegjshëm, po nuk kemi dëgjuar kurrë reflektime për post statistikave, kaq aksidente në këtë vit, kaq humbje jetësh, ndërkohë që nuk kemi parë një angazhim serioz të strukturave të policisë për të mbledhur, për të analizuar edhe për të dalë edhe me kërkesa që ndoshta nuk janë në dorën e tyre, kur flasim për mungesën e sinjalistikës apo mungesën e trotuareve, pra për të kërkuar një koordinim të gjithë faktorëve dhe institucioneve të tjera për të çuar pastaj në një situatë më normale. Nuk mund të mohojmë dot punën e policisë së shtetit për faktin që në statistika, nëse do t'i referohemi 2024-s, 2025-s, tashmë jemi në 2026 që kemi një lloj bilanci të tragjedive apo të viktimave, numri i aksidenteve është ulur. Pra, ka 2025 në raport me 2024 kemi 17.5% të ulje të aksidenteve. Por ajo çfarë është rritur është numri i mortaliteteve, është humbje jete. Dhe kjo pastaj kërkon një analizë, si është e mundur ulet numri i aksidenteve dhe rritet vdekshmëria për shkak të aksidenteve. Dhe ajo çfarë është ulur, është dispostuar nga rrugët interurbane në rrugët urbane dhe në trotuare. Për shembull, ka disa raste ku rreth 26% të aksidenteve me vdekje ka ndodhur në trotuare, ka ndodhur në vijat e bardha, pra ka ndodhur brenda qyteteve dhe brenda zonave urbane. Kujtojmë këtu edhe rastin kur nuk kemi më një qytetar zakonshëm, po kemi një drejtues mjeti të transportit publik, rasti i daljes autobusit, rasti i daljes autobusave nga linja dhe përfundimi i tij në Lan që u bë edhe një moment për të thënë ta bëjnë muze, pra ngeli midis dy brigjeve të lumit Lanës, por frika dhe rreziku që edhe drejtuesit e mjeteve publike janë të frikshëm sepse mendoni të lëvizësh me autobus plot dhe spostimi pesha që ka dhe rreziku të hyjë mbi trotuar është i njëjti problem. Kemi pasur të njëjtën situatë në rastin kur çifti me fëmijë është përplasur në vijat e bardha nga dikush që ishte në përdorim të telefonit, pra nuk ndaloi dhe goditej të çiftin bashkë me fëmijën tek rruga e Kavajës.
ose raste të tjera të cilët janë goditur mbi trotuar, janë vrarë tek vijat e bardha, rastin kur betonierja edhe ke vijat e bardha betonierja ka marrë jetë personash, ose e ka marrë zvarr qytetarin apo qytetaren pikërisht brenda qyteteve. Dhe të gjitha këto janë ato që themi çfarë duhet të kemi ndryshe dhe çfarë duhet bëjmë ndryshe nga institucionet. Njëkohësisht dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve, 87% të statistikave rastet e aksidenteve janë sjellje e gabuar e drejtuesit mjeteve. Dhe kjo vjen edhe kërkon një analizë që masat e ndryshimit, por dhe ndërgjegjësimi ose infrastruktura, çfarë duhet bëjmë në raport me këtë fenomen kaq shqetësues që drejtues mjetësh, si ky që pam në aksident, si ata që lëvizin me motorët e picave apo me motorët e shërbimeve catering, mjetët e rënda të cilët hynë në qytet brenda një ore që nuk lejohet nga bashkia apo nga policia bashkiake që duhet ndalohen. Trotuaret e ngushta, për shembull, po të marrësh rrugën e Kavajës, dimensioni i rrugës ndërtuar para viteve 1920 është i tillë që shumë hapësirë kanë lëvizja e biçikletave, lëvizja e automjeteve dhe fare pak hapësirë kanë qytetarët. Dhe në pjesën më të madhe rrugët, ato trotuare janë zënë ose nga tavolinat që kanë nxjerrë jashtë ose nga shitësit ambulant, dhe ajo pak hapësirë ngjelet shumë e pamundur dhe shpeshherë qytetarët kalojnë në rrugë. Pra janë të ekspozuar. Dhe këto janë çështje të cilat nuk i takojnë vetëm policisë. Janë çështje komplekse të cilat duhen parë për t'i dhënë prioritet këmbësorëve, për t'i dhënë prioritet hapësirave. Vijat e bardha shpeshherë qoftë ata nuk kanë paralemrim me kujdes, po vjen tek vijat e bardha. Të kemi një sinjalistik paralemruese, sepse shpeshherë në disa vende janë vendosur tabela dhe nuk janë gjendë qytetarët të kuptojnë që ka automjet në rrugë, pavarësisht se ka prioritet tek vijat e bardha, por edhe kujdesi duhet të jetë sepse ka njerëz të çmendur apo njerëz që janë në efekt dhe njeriu duhet edhe të mbrohet në mënyrën se si duhet lëviz tek ajo e drejtë që të jep mundësia e kalimit tek vijat e bardha. Ose një pjesë kanë ndërtuar, kanë vendosur lule dhe lulet nganjëherë i presin, nuk i presin, nuk janë gjendë të kuptosh që qoftë për drejtuesin e mjetit që shikoj po bëhet gati një qytetar për dalë tek vijat e bardha, pra po përmend disa element të cilët ekspozojnë qytetarin përballë automjeteve të cilët shpeshherë lëvizin pa kriter dhe me shpejtësi, madje lëvizin nga një krah në krahun tjetër edhe pa paralemrim, duke e përdorur atë si një motor. Dhe kjo është një problem shqetësues e cila kërkon masa komplekse dhe rritje ndoshta për të parë nëse mund ta ashpërsojmë apo jo kodin rrugor. Po, mund ta shpërsojmë kodin rrugor, po gjithmonë nëse nuk falen ata që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor dhe gjithmonë nëse ju përgjigjen ashtu sikurse thot ligji denoncimeve të qytetarëve, sepse nuk është rasti i parë softa ku qytetarët përpara kamerave me zë dhe figurë thonë që denoncojnë, po denoncimet tona nuk merren parasysh. Një tjetër video është përhapur dje në rrjetet sociale, një e moshuar që dhunohej për shkak të pronës, sqaronte avokati aty, dhe ndërkohë shohim punonjës të policisë së shtetit që shkojnë për të shoqëruar të moshuarën e dhunuar. Më lejo të pyes Softa, imazhi i policisë së shtetit në raport me besueshmërinë që kanë qytetarët sot ndaj policisë së shtetit, ku i shohim shpeshherë të dhunshëm me një të moshuar që shet një tuf majdanoz në rrugë, dhe ndërkohë nuk i kemi parë kurrë sjellje të tilla me kriminal apo përfaqësues të grupeve të strukturuara kriminale në vend. Me qytetarët që shesin dhe janë ambulant, pavarësisht se janë pa leje, janë dhe merret policia bashkiake, nuk merret policia e shtetit. Pra ka kohë që kjo detyrë funksionale i takon vetëm policisë bashkiake. Kjo nuk do të thotë mos kemi ndërhyrje nga forcat e sigurisë, por këto mund të jenë shumë të rralla dhe duhet të kenë motive të forta. Këtë merret policia bashkiake, pra njoftimet vijnë për edhe veprimet janë nga policia bashkiake. Policia e shtetit nuk mund të merret me ambulantët për ashtu rastet kur zënia e rrugës kthehet në një rrezik potencial për automjetët dhe për njerëzit. Vetëm në raste të tilla sigurisht që ka mënyrët e saj sjelljes për t'i larguar dhe për të hapur rrugën. Pjesa tjetër i takon policisë bashkiake. Kështu që duhet të ngatrojmë rolin e policisë shtetit dhe rolin e policisë bashkiake. Jo, nuk e solla si shembull për të ngaturuar rolet Softa, por për të evidentuar
besueshmërinë e qytetarit sot tek uniformat që përfaqësojnë policinë, qoftë policinë bashkiake, qoftë policinë e rendit, qoftë policinë rrugore. Pra, në gjykimin tuaj, një polici që nuk i përgjigjet denoncimeve dhe shqetësimeve të qytetarëve, e ka humbur besueshmërinë e qytetarit? Jo, unë nuk mendoj që e ka humbur besueshmërinë, se është kjo polici që reagon dhe i përgjigjet qytetarëve në të gjitha rastet që kanë problematika. Kjo nuk do të thotë se çdo gjë është perfekte dhe policia e shtetit nuk ka probleme, por në perceptimin e publikut duhet të jenë sondazhet ato që duhet vendosin dhe jo zëra apo intervistat shkëputura të njerëzve të cilët kanë sigurisht momente ku policia apo punësit të veçantë policisë nuk do t'i përgjigjen. Kështu që në sondazhe ose her pas here perceptimi ka qenë mbi 60% që i besojnë tek policia e shtetit. Megjithatë, kjo duhet bërë një testim qoftë edhe nga emisioni Alo Policia në kuadrin e daljeve dhe të emisionit që kemi tek Fax News, ku nëpërmjet disa tendave ne do kemi mundësi të marrim drejt për drejt, pa interesa politike, pa interesa mediatike, realisht mendimet që kanë qytetarët për korrupsionin, për policinë e shtetit, për gjitha këto probleme të cilët ngrihen her pas here nëpërmjet mediave, në mënyrë të tillë që të dimë realisht çfarë nuk shkon dhe çfarë çdon, dhe çfarë ne duhet të rrisim tek policia e shtetit, kritikat apo bashkëpunimin në mënyrë të tillë që ky institucion t'i kthehet në shërbim të qytetarëve të Republikës. Softa, është një pyetje tjetër që natyrisht e bëj me shumë dhimbje, por më duhet ta bëj, se natyrisht asgjë nuk mund të kthej prindërve fëmijët që kanë humbur, po më lejo t'ju pyes çfarë thot ligji, a llogaritet dëmi për familjet në këtë rast, si llogaritet dëm shpërblimi? Apo nuk ekziston fare si opsion? Shqipëria ka kohë që nuk e di në çfarë niveli është siguracioni. Për shembull, nëse do t'i referohemi disa vendeve të Bashkimit Evropian, në rast të një aksidenti, këtu është vetëm ndaj të tretëve, nuk është siguracion ndaj jetës. Për shembull, nëse je drejtues një automjeti në një vend evropian, po marr më shumë Italinë, meqense kam informacione më shumë, rastet kur personi aksidentohet dhe ka dëmtime fizike dhe deri tek humbja e jetës, përcaktohet nëse personi është kryefamiljar, sa veta ka pasur, dhe mbi këtë bazë dëmi i dëmshpërblimi që i vjen nga siguracioni i makinave për shkak të aksidentit të drejtuesit të mjetit shkon deri në 3 milion euro. Tu paguajnë vlera qeserake, pra siguracioni është ajo vlerë që ne dim, dhe në momentet e dëmshpërblimeve vlerat shkojnë vetëm tek pjesa për cilën është riparimi i automjetit. Nuk di që të mbulohet dhe ajo dëmshpërblim ekonomik edhe ndaj personave të cilët kanë dëmtime fizike ose kanë humbje jete. Dhe kjo ndoshta duhet shikohet siguracioni çfarë duhet të ndryshojë për të përshtatur legjislacionit të vendeve të Bashkimit Evropian. Sepse duhet paguash për dëm që shkakton. Ka të bëj, më vjen keq të diskutojmë vlerë ekonomike se nuk mund të flasim për jetën, por që janë të parashikuar dhe duhet të jenë parashikuar, se në rastet kur një person humbet dhe ai është kryefamiljar, do të mbaj familjen, si do të jetojnë ato njerëz? Mbi ç'bazë do të jetojnë? Humbet shtylla e shtëpisë, fatkeqësia, urojmë të mos ketë, por të tilla fatkeqësi, në moment që del në rrugë, duke qenë mjet apo në rrugë, mund të aksidentohesh. Dhe ky lloj aksidentimi kërkon edhe një dëmshpërblim, e cili duhet ndihmojë familjarët nga pikpamja ekonomike për të përballuar jetesën. Softa, sa mund të varjojë dënimi për sa i takon drejtuesit të automjetit, se shikoja pak më parë raportimet që bënin nga tereni pas seancës e kolegëve të terenit, varion nga kaq vite burg në aq vite. Kjo shkon deri në 20 vjet. Deri në 20 vite burg. Po. Sepse futet kodi është aksident automobilistik me pasojë vdekje. Ose do të futet kodi vrasje nga pakujdesia, por në këtë rast ai është si e thojë një aksidenti dhe aksidenti është me pasojë vdekjen. Dhe kodi ka 20 vite heqje e lirie. Deri në 20 vjet heqje e lirie.
Zoti Softa, ju falenderojmë shumë për këtë bashkëbisedim të radhës. Faleminderit. Faleminderit Dhe juve. kujtoj emisionin tuaj çdo të premte në orën 20:00 Alo Policia. Faleminderit Softa. Faleminderit shumë. Një motivim shumë i sinqert shkon për të gjithë qytetarët që ta ndjekin emisionin e Fatjon Softës çdo të premte në ekranin e Fax News, sepse trajton realisht çështje shumë të rëndësishme dhe shumë të dobishme me ekspert sa i takon çështjeve të sigurisë dhe jo vetëm. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.